Një tjetër zhvillim i ndodhur këtë javë ka qenë edhe betimin në Kuvendin e Shqipërisë i zotit Endri Shabani si avokat i ri i popullit. Ku opozita ju rikthye vesit që del me shpirtin, rivurin punë muskulaturën e krah këmbëve, rindezi pishtarët e ecjes qorazi në përpyll dhe rifilloi avazin e kërcënimeve për llogari të një dordoleci thuajse 100 vjeçar. Pra, e mbështetën Endri Shabanin, i dhanë firmat e kërkuara nga ligji, e sollën në buqetën e tyre të kandidatëve, ku për hir të vërtetës, ky zotria ishte i vetmi me një sy me sa qorrave të u bubushëm. Dhe sapo panë që ne, që thamë që është në kryet herës, nuk do të mbështesim asnjë kandidaturë, po do presim që të mbështesim një nga kandidaturat që do na sjell opozita, do të mbështesim zotin Shabani, u hodhën përpjehet sikur po bënim avokat popullit ndonjë kandidatin tonë. Qesharak deri në fund, domethënë, po përveç se qesharak, edhe të lodhur deri në fund nga mendja, që nuk u nxjerr dhe nuk u nxjerr mësimin se me pahir dhe me budallëk, mua dhe kësaj shumice popullore që quhet Partia Socialiste e Shqipërisë, jo ata, po askush në këtë vend nuk na imponon dot asgjë. Pahiri dhe budallëku janë një gjuhë që ne nuk e kuptojmë. Endri Shabani ka thënë shumë gjëra kundër nesh, kundër me personalisht sa duhesh, por ne zgjohemi si kandidat të opozitës, duke respektuar parimin e ndjekur edhe më parë. Pavarësisht se këtë herë i kishim edhe mbi 84 vota nevojshme, dhe po të ishim ata që nuk jemi, por që ata thonë se ne jemi, ne mu zgjidhim këtë donim. Por nuk e bëm. Kurse ata që u bën pishman, mend për herë tjetër.